Influencuesja e njohur Dea Michel ka qenë qendër të vëmendjes së fundmi për shkak të reagimit që ajo bëri ndaj kryeministrit të vendit Edi Rama, që imitoi blogeret. Jo vetëm kaq, pasi në rrjetet sociale ka nisur një debat me saj dhe deputetes së Partisë Socialiste Zeqin Ecaushi, ku nuk kanë munguar ofendimet ndaj njëra tjetrës. Ndërkohë, gazetari Vledimane ka bërë një postim pikërisht për Dea Michel. Nëse revolucioni ka mbetur në dorën e Dea Michelit nga mashkullora, unë do bëj plazh nudo me Lutfit Dervishi në Zvërnec, ka shkruar gazetari i njohur në postimin e tij në Instagram, shoqëruar me Sala në Burg, Edi në Burg. I menjëhershëm ka qenë reagimi i influencueses, e cila ka ripostuar këtë shkrim në Instastorin e saj dhe krahas shkruan: sa lek të japin për këto komente, apo aq sa për qiran e muajt, në veri, edhe ti 60 vjeç, ke obsesion t'i flasësh vajzave të reja për zhveshje, s'po flas vetëm për veten, qa problemi ke? Se mbron investitoren që është vajza e njeriut më të përmendur? Bledi, shiko kë prapanic do lëpish pasi të fitojnë protestuesit, se s'do hash do të më me këta që ke ngrënë deri tani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.